Në botën e sotme ku balancat ndërkombëtare janë më të brishta se kurrë, një konflikt I armatosur mes Izraelit dhe Iranit nuk është thjesht një çështje rajonale, por një kërcënim serioz për paqen globale. Nëse në këtë konflikt përfshihen edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përballja mund të marrë për masa katastrofike, veçanërisht nëse ndonjëra prej palëve vendos të përdor armët më të rrezikshme që njerëzimi ka krijuar ndonjëherë, armët bërthamore. Por në këtë skenar apokaliptik, pyetja që lind natyrshëm është: sa e rrezikuar është Shqipëria? A do të prekemi edhe ne, një vend I vogël në zemër të Ballkanit nga një luftë që ndodh qindra kilometra larg? A mund të na arrijnë rrezatimet bërthamore? A jemi ne të përgatitur për një skenar të tillë? Për të kuptuar rrezikun duhet fillimisht të kuptojmë çfarë nënkupton një luftë bërthamore mes Izraelit dhe Iranit. Tensionet mes këtyre dy shteteve janë të njohura prej dekadash. Irani, që prej revolucionit islamik të vitit 1979, ka mbajtur një qëndrim armiqësor ndaj Izraelit, duke e cilësuar si një shtet ilegjitim që duhet të zhduket nga harta. Nga ana tjetër, Izraeli e sheh Iranin si kërcënimin më të madh për ekzistencën e vet, veçanërisht për shkak të programit bërthamor iranian dhe mbështetjes që Irani jep grupeve si Hezbollah në Liban dhe Hamas në Gaza. Edhe pse Irani deklaron se programi I bërthamor është për qëllime paqësore, agjencitë ndërkombëtare kanë dyshime serioze se Teherani ka patur për qëllim ndërtimin e armëve bërthamore, ose të paktën kapacitetin për t'i ndërtuar ato shpejt në një moment të caktuar. Nga ana tjetër, Izraeli është gjërësisht I njohur si një fuqi bërthamore, ndonse zyrtarisht nuk e pranon posedimin e armëve të tilla. Sipas analizave të pavarura dhe dokumenteve të rrjedhura në media ndërkombëtare, besohet se Izraeli ka të paktën 80 deri në 100 koka bërthamore, të vendosura në raketa balistike, në ndece dhe avion luftarak. Nëse Irani arrin të zhvillojë një armë bërthamore, kjo do të shkaktonte një përshkallëzim të menjëhershëm dhe të rrezikshëm, ku të dyja palët mund të përdorin armët për të siguruar mbjetesën e tyre. Por a do të prekte një konflikt I tillë Shqipërinë? Në pamje të parë, mund të duket sikur Shqipëria është shumë larg lindjes së mesme për të ndier pasojat. Megjithatë, realiteti është ndryshe. Një shpërthim bërthamor nuk është si një shpërthim konvencional. Ai ka pasoje që shkaktojnë shumë përtej kufive të një vendi. Efektet e një bombe bërthamore përfshin jo vetëm shkatërimin e menjëhershëm fizik dhe humbjet e mëdha në jetë njerëzore, por edhe çlirimin e një sasie të madhe rrezatimi ionizues, që përhapet në atmosferë në formën e një reje radioaktive. Kjo re mund të udhëtojë mijëra kilometra, varësisht nga drejtimi I erës, lagështira e ajrit dhe faktorë të tjerë meteorologjik. Ekspertët e mbrojtjes civile dhe të rrezatimit kanë llogaritur se nëse një bombë bërthamore shpërthen në Teheran, për shembull rrezet radioaktive do të arrijnë Europë brenda disa ditësh, veçanërisht nëse shpërthimi ndodh në një lartësi të madhe dhe kushtet atmosferike I shtynë drejt veriut dhe më pas drejt kontinentit evropian. Shqipëria, ndonse në skajin perëndimor të Ballkanit, do të mund të prekej nga nivele të ulta, por të rrezikshme të rrezatimit radioaktiv, që do të ndikonin në shëndetin e popullsisë, mjedisit dhe bujqësisë. Rrezatimi nuk shkatëron menjëherë si një shpërthim, por vepron ngadalë, në trupin e njeriut dhe në ekosistem. Mund të shkaktojë kancer, deformime të lindjeve, dëmtime të sistemit nervor dhe probleme të tjera afatgjata. Radioaktiviteti mund të ngjitet në ushqime, në ujë dhe në tokë, duke e bërë të rrezikshëm konsumimin e produkteve të zakonshme. Kjo është arsyeja pse në shumë vende që kanë qenë afër katastrofave bërthamore, si Çernobili në vitin 1986, njerëzit kanë vuajtur për dekada pas incidentit. Një tjetër aspekt shqetësues është ai ekonomik. Një luftë mes Iranit dhe Izraelit do të ndikonte drejt për drejt në çmimin e naftës dhe gazit, pasi të dy vendet janë pjesë e një rajoni të pasur me burime energjetike. Rritja e menjëhershme e çmimeve të karburantit do të godiste ekonominë shqiptare, e cila varet shumë nga importet.
Kosto e jetesës do të rritej, inflacioni do të përshtatej dhe shumë sektor do të ndjenin pasojat, nga transporti deri tek turizmi. Po ashtu, një krizë e tillë mund të nxjisë të lëvizje masive të refugjatëve nga lindja e mesme drejt Europës. Dhe Shqipëria mund të përdoret si vend i tranzit apo dhe pritës i përkohshëm për mira njerëz që kërkojnë strehim. Në aspektin ushtarak dhe strategjik, Shqipëria është anëtare e NATO-s. Nëse SBA përfshihet drejt për drejt në një luftë me Iranin për krah Izraelit, dhe nëse NATO aktivizohet për mbrojtje kolektive, Shqipëria mund të detyrohet të japë mbështetje logjistike, të lejojë përdorimin e hapësirës së saj ajrore ose bazave ushtarake, apo madje të angazhohet me trupa në kuadër të aleancës. Kjo mund të vendosë vendin në një pozicion të ndjeshëm, ku objektivat strategjike si portet, aeroportet dhe instalimet ushtarake të bëhen objektiva për sulme kibernetike ose sabotime të sponsorizuara nga shtete të treta. Nëse lufta merr për masa globale dhe përdorimi i armëve bërthamore nuk mbetet i kufizuar, atëherë Shqipëria si pjesë e sistemit të NATO-s dhe Europës do të prekej edhe më rënd. Një luftë bërthamore nuk ka kufi. Efektet e saj ndihen në mbar planetin. Madje edhe një luftë bërthamore e kufizuar, e ashtu quajtura lufta bërthamore rajonale mes dy vendeve të lindjes së mesme, mund të shkaktojë ato që shkencëtarët e quajnë ndimër bërthamor. Një ulje globale të temperaturave për shkak të tymit dhe blozës që do të ngjitet në atmosferë dhe do të pengojë rrezet e diellit për muaj të tërë. Kjo do të ndikonte në bujqësi, furnizimin me ushqim dhe stabilitetin social. Përballë këtij rreziku, Shqipëria aktualisht nuk ka një sistem të fortë të mbrojtjes civile ndaj incidenteve bërthamore. Shumica e qytetarëve nuk janë të informuar mbi masat që duhen marrë në rast të një rrezatimi. Strehimet atomike që dikur ekzistonin në kohën e komunizmit janë braktisur ose kthyer në muze. Mungesa e një plani emergjent të qartë e bën vendin tonë të ekspozuar në rast të një skenari të keq. Një pjesë e rëndësishme e përgatitjes nuk është vetëm teknike, por edhe psikologjike. Frika, paniku dhe informacionet e rreme janë armë më të forta se vetë bombat në një krizë globale. Për të përballuar këtë realitet të ri, Shqipëria duhet të marrë masa serioze, të hartojë plane të qarta për emergjencat bërthamore, të investojë në sistemet e monitorimit të rrezatimit në ajër, tokë dhe ujë, të informojë publikun për masat mbrojtëse, të forcojë bashkëpunimin me aleatët ndërkombëtar për skenar të paparashikueshëm, dhe mbi të gjitha, të jetë pjesë aktive në thirrjet për uljen e tensioneve mes vendeve që janë në prag të luftës. E ardhmja nuk është e shkruar, por është në dorën e liderëve global. Një konflikt bërthamor nuk është një ngjarje e zakonshme, është një pikë pa kthim. Nëse ndodh, do të ndryshojë botën. Shqipëria, ndonse e vogël dhe e paqshme, nuk është e përjashtuar nga pasojat. Prandaj është e rëndësishme që të jemi të vetëdijshëm, të përgatitur dhe të ndërgjegjshëm për realitetin e ri që po formohet. Sepse në një luftë bërthamore nuk ka fitues, vetëm një planet i humbur.